Kryeministri Edi Rama ka shpërthyer në mbrojtje të deputetes Belinda Balluku duke ju këndërvënë hapur ambasadës së Gjermanisë në Tiranë dhe ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë. Në postimin e tij në X Twitter, Rama hodhi poshtë shqetësimet e partnerëve ndërkombëtar duke insistuar se vendimi i parlamentit për të mos hequr imunitetin e Ballukut ishte i drejtë. Ky qëndrim i tij tregon qartë një mbrojtje të verbër të zyrtarëve të lartë duke sfiduar presionin për ndjekje penale dhe duke dërguar një mesazh shqetësues për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Deklaratat e Ramës për hetim të patrazuar nga SPAK-u tingëllojnë më shumë si një paralajmërim ndaj institucioneve të drejtësisë, sesa si një garanci e pavarësisë të tyre. Në fakt, përplasja me ambasada dhe mbrojtja e Ballukut ngre dyshime se qeveria po përpiqet të pengojë hetimet duke u futur në një zonë gri ku politika ndërhyn direkt në drejtësi. Qëndrimi i Ramës dëmton besueshmërinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe rrezikon integrimin e vendit, ndërsa imuniteti parlamentar përdoret si mburojë për zyrtar të lartë. Reforma në drejtësi po vihet në provë serioze dhe vendimet politike po e bëjnë luftën kundër korrupsionit një teatër formal, jo një proces real.